Përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfi me Jete, për të ndarë me ju ngjarjen që në fakt na tronditi të gjithëve. Ditë më parë u shokuam të gjithë një baba godet me thik vajzën e tij, godet me thik gocën e tij, për arsye që në fakt ishin të pashpjegueshme. Vajzën 24 vjeçare, i divorcuar nga bashkëshortja, shkon në vendin e punës, e godet të bien me thik. Të gjithë u shokuam, të gjithë u tronditëm, nuk e kuptonim dot nga ku vinte i gjithë ky mledh një baba të godet me thik fëmijën që e ka lindur, e ka rritur, ka sakrifikuar për të, domethënë dhe sidomos kur është në pyetje një vajzë, por realisht ne kemi arritur të sigurojmë rrëfimin të babait për vajzën, i cili ka folur për herë të parë dhe ka treguar detajet edhe arsyet pse e ka bërë këtë gjë. Është zbardhur dëshmia e 56 vjeçarit Mikel Ndoj, i cili plagosi me thikë vajzën e tij 24 vjeçare dhe një kalimtar të rastit. Para ditën e së hënës në qytetin e Durrësit. Në fakt dua të shpjegoj edhe një keqkuptim që ka ndodhur për vajzën në fjalë, me të njëjtin emër dhe me të njëjtin mbiemër ekziston dhe një personazh i njohur shqiptar që menjëherë mediat kanë filluar të shkruajnë që mund të jetë ajo, do të thënë është bërë një gabim mes emrit dhe mbiemrit. Jessica Ndoj nuk është fotografia e cila është marrur, fotografia e cila është marrur e Jessica Ndoj është e këngëtares Jessicës, e cila shqyr Zotit është në gjendje shumë të mirë shëndetësore, po ndjekën artin e saj, po ndjekën ëndrat e saj, por normalisht duke qenë emër i njëjtë dhe duke patur menjëherë influencën të madhe artistja Jessica Ndoj tek publiku menjëherë do të asoconte që bëhet fjalë për atë vajzë, domethënë edhe pse në fakt vitet janë thënë që në fillim se bëhet fjalë për një vajzë 24 vjeçare, por gjithsesi doja të bëj një sqarim, domethënë bëhet fjalë për Jessica Ndoj tjetër nga Durrësi dhe nuk është artistja në fjalë. Rikthehemi tek ngjarja që isha duke folur, domethënë Mikel Ndoj është shprehur i penduar duke theksuar se ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e alkoolit. Ashtu siç u bë me dije edhe më herët, shkak i konfliktit ka qenë tentimi i 56 vjeçarit për të ribashkuar me familjen pas 6 vitesh të ndarë. Domethënë, babai, në këtë rast Mikeli, ka kërkuar që të ribashkohet me familjen e tij pas 6 vitesh të ndarë dhe këtë ribashkimin, siç duket, ka dashur ta bëjë nëpërmjet të bijës së tij, në këtë rast Jessica Ndoj. Që e njëjta gjë, domethënë kjo kërkesë, ky ribashkim është kundërshtuar nga vajza e tij, Jessica Ndoj. Sipas dëshmisë, Mikel Ndoj ka shkuar tek puna e vajzës së tij për të biseduar, por situata ka përshkallëzuar kur është përballuar me reagimin e ashpër të vajzës së tij. Megjithatë, 56 vjeçari shprehet se ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike dhe nuk mban mend me detaje se çfarë ndodhi në ato momente. Gjatë dëshmisë, ai shpreh keqardhje dhe pendes për ngjarjen dhe u kërkon falje vajzës edhe djalit, të cilin sipas tij as nuk e njihte. Domethënë, zotëria thot që sipas rrëfimit të tij, bie që bashkëshortja e zotërisë, zotëri Mikelit, i ka mbajtur aq larg fëmijët nga kjo martesë e ndarë që domethënë Jessica ka patur 24 vjeç, i bie që çuni duhet jetë tek të 20-tat, por Mikeli thot që unë ti mbirin nuk e njoh. Domethënë këtu akuzon bashkëshortin e tij. Deklarata është kjo, dëgjoni me vëmendje. Shkova te vendi punës së vajzës, pasi nuk më përgjigjej as pak në telefon. Dua të ribashkohem me familjen, por vajza ka ndikuar negativisht. Nuk donte të kishte të bënte më me mua. Më shpërfilte edhe më injoronte, ka thënë Mikeli. Më pas vazhdon.
Shkova për t'i thënë se doja të bisedoja me të, por më tha se nuk dua të kem asnjë lloj lidhje me ty. Për mua, më thot vajza ime, thot Mikeli, nuk ekziston më, do me thënë vajza i ka thënë babaj që ti nuk ekziston më për mua. Në këtë moment, thot, mu ersuan syt, edhe i thash, hajde dalim pak për jashta, që të flasim së bashku. Dhe në atë moment, ajo më shtyu. Nuk mbaj mend më se çfarë ndodhi, ishte edhe një djalë aty që ndërhyri në ato momente. Teksa po tentonte të më largonte, u pre nga thika edhe ai. Do me thënë, zotëria thot që unë humba në moment vetëdijen, le ta quajmë kështu, edhe thot nuk e dija se çfarë po bëj sepse ime bi më kundërshtoi. Më pas i ka thot, edhe u fsheha diku afër e partit të zjarfiksës. Aty thot, unë e kuptova se çfarë kishte ndodhur, do me thënë nga momenti kur ka gjuajtur të bijën e tij, nga momenti kur ka gjuajtur atë çunin që do me thënë e ka prekur thika gabimisht, zotëria është larguar nga vendi i ngjarjes, edhe ka qëndruar i fshehur te zjarfiksët. Në momentin që ka qëndruar te zjarfiksët, i ka ardhur në mendje, sipas deklaratës së tij gjithmonë, që ne nuk mund të themi që është e vërtetë, do me thënë janë ekspertizat ato që do ta dëshmojnë, thotë që mua aty më erdhi në mendje. Unë isha thot në gjendje të rënduar psikologjike dhe kisha konsumuar alkool. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi, thot, jam penduar shumë, u kërkoj falje vajzës edhe djalit që u plagos, djalin që nuk e njihja thot fare, nuk e di çfarë të them, ndjehem shumë keq, ka dëshmuar 56 vjeçari. Ngjarja e rëndë të ndodhi mëngjesin e së hënës në lagje numër 12 të qytetit, ndërsa shkak është bërë refuzimi i vajzës. Jessica ndoi për të mos u bashkuar me të atin. Prindërit e vajzës ishin divorcuar 6 vite më parë për shkak të dhunës në familje. Dhe 56 vjeçari, ishte larguar në Itali. Ndoi rezulton një person me precedent penal në shtetin italian për dhunë. Vetëm vepër për të cilën kishte kryer edhe disa vite burg. Do me thënë, zotëria në fjalë njihet si një person dhunues, sepse është ndjekur edhe në Itali nga këto problematika. Mirë po së fundmi, ai ishte rikthyer për të ribashkuar me familjen, gjë që është kundërshtuar nga e reja. Kaq ka mjaftuar që 56 vjeçari të shkonte te puna e vajzës, me të cilën është konfliktuar dhe më pas se ka goditur me thik. Ndërkohë një kalimtar, shtetas Ornart Memlika, ka ndërhyrë për të parandaluar ngjarjen dhe ka përfunduar i plagosur. Tani unë e mirë kuptoj Jessicën, sepse vetëm Jessica e din ndoshta se çfarë ka parë në atë familje, apo çfarë ka vuajtur nëna e saj, në qoftë se ky do të kishte ndryshuar dhe do të ishte bindur që të mos e bënte më gabimin, nuk do të ishte sjellë njësoj. Unë them që gjithmonë dhunusi nuk ndryshon, dhunusi është i njëjtë, dhunusi e ka po atë kulturë, ka po atë mbledhje, ka po atë urrejtje, ka po atë inat dhe pa marr parasysh se sa i qetë të jetë ai, në momentin që ja prish aty ka mbaruar gjithçka, dhe unë e shoh në fakt që kërkimi i tij ka qenë me shumë presion. Jessica normalisht është ndjer keq edhe nga kolektivi sepse e kanë parë të gjithë dhe ka arritur puna këtu ku është. Domethënë babai i thotë që kam qenë i pirë për rastin që ndodhi. Unë uroj që të gjithë baballarët të marrin një shembull, nuk mbahet familja me dhunë, nuk merren gjërat me dhunë, duhet një herë të bëhet reflektimi me veten, ndryshimi me veten dhe më pas të merresh me familjen dhe të vazhdosh me familjen, sepse dhuna nuk është zgjidhja në jetë.